Studioj. Qa po studion? Gazetari. Gazetar, po nuk po di, gjysa e gazetarëve ndoshta nuk janë gazetar me emër. Po buam plot influencera e kështu, pa kry as fakultet as të paktën një praktik pa e bu me hi me bo intervista, moderime, kështu që shumë ma shumë kanë shikime qëto influencerkat edhe që ato nuk kanë faj, se na që ato i lypon, që ato i këshyro ma shumë, nuk i këshyro një gazetare taft që den me artikuluni, një lajmir, ondra është me mri mu njoft se gazetare e mirë që jam, jo për pamje, as për kur gjatë thjesht për mënyrën qysh moj me bo një moderem. Obiliqin. Si e kena obiliqin? Mirë, super. Vjen mirë. Punoni, studioni? Studioj. Qa po studion? Gazetari. Një kolegja arshme. Kismet. Sa mirë. Po besoj që e kimja dal, e do në profesionin shumë? Po e du shumë prej e vogël. Sa mirë, a ke punu në një radio dikun? A ke përmu vetin si gazetare? Jo, eksperiencë nuk kam, veç ta shëtutit e shumë. Të shumë një konkurencë do të kemi? Pa ti, besoj që po. A i frikohesh konkurencës se sot në media kemi shumë gazetarë? A i frikon në konkurencës, drejt me të thonë jo. Kemi shumë gazetarë, po nuk po di, gjysa e gazetarëve ndoshta nuk janë gazetarë me emër. Tash po buam plot influencera e kështu, pa kry as fakultet, as të paktën një praktik pa e bu, po mundën me hi me bo intervista, moderime, kështu që nuk e shoh konkurencën si problem. Kjo gjë shumë e mirë ke që e thaj ti, sa unë pajtona, veç ta disave dhe po i bëjnë konkurencë gazetarëve disa influencerë. Po, faktikisht, shumë ma shumë kanë shikime qëto influencerkat edhe që nuk kanë do me thonë dy lidhja, nuk kanë lidhje me profesion, marrin shumë ma shumë vjusa se po, faktikisht ato nuk kanë faj, se na që ato i lypon, që ato i këshyro ma shumë, nuk i këshyro një gazetare taft që den me artikuluni, një lajmir, ose që den me debatu, thjesht e këshyro dikush që ka fam, dikush që do këtë mirë, edhe mënyra që shparacitet para kamerës. Se tek ne është dukja ma shumë prezente, se sa një profesion dhe më thënë se është i kualifikuar? Si shoqëri jem qase, thjesht i kushtojnë vëmendje, sanëve që nuk do të mi u kushtu vëmendja. Atyne që do t'i kena lënë pak mbrapa. Qka i kemi lënë mbrapa? Po qëto gazetare që e din qka është gazetaria, din me fol, din me argumentu, këto nuk është që i këshyron fort, as që i dëgjojnë. Cilatën ato anta ti si e re që i ki për të ardhmen tënde? Për të ardhmen tam, une, se që thash, gazetarinë e kom dash gjithë. Prej e vogël, do me thonë e kom pas qëtësënim, mu konë gazetare, edhe nuk ka rëndësi sa mri, ose nuk është diçka që du me bo për para, asnjëherë, nuk e shoh që ashtu, e du si diçka që e boj me shpirt, do me thonë. Edhe ondra është me mri mu njoft se gazetare e mirë që jam, jo për pamje, as për kur gjatë, thjesht për mënyrën qysh moj me bo një moderem. Sa mirë këto fjallë kam haruar t'i dëgjoj nga një person e re në moshë, po që ka shumë ambicie për jetën. Faleminderit shumë. Për ty fjallë, jetën, a përshkruaj jetën? Jetën tam. Qështë jetën përgjithsi? Okej, jetën përgjithsi mundona sendet pozitive mi pa veç. Prej e vogël jom kanë qështu gjithë, sendet negative nuk kanë shumë vend në jetën tam. Do me thonë që kam shtymë për para janë sendet pozitive, ato që më lojmë mbrapa nuk kam nevojë me këshyrë. Kështu që me qëto vazhdoj çdo ditë, nuk është më prishet disponimi ose diçka për sendet pa lidhje, e shtymë veç me pozitivitet. Edhe nëse kam diçka për brenda, nuk kam nevojë me shfaq të tjerët ose të një vend që s'duhet, kështu që po. A ke pas njerëz negativ, njerëz që i ki largu jetën tënde? Do me thënë njerëz që nuk kanë qenë përshtatshëm? Po, faktikisht nuk po thom najherë, po thom shumë herë, se në përgjithësi njerëzit sot janë bo ma të ftoft, nuk kanë harru diçysh që është ajo ngrohtësia shpirtërore me pat një shok ose një shoqe, ose të paktën dikon që e don. Kom harru kur e kom di dikon që thot e du dikon me shpirt edhe u kryq, kjo është personi jam. Ka shumë njerëz negativ që asnjëherë nuk du mi pat në jetën tam, jo që diçka, respekt kam për krejt, po thjesht nuk du me ndiku negativisht të qaj disponimi jam që tash e maj çdo ditë, veç me pozitivitet. Po për njerëz toksik si eshe këto kohët fundi që na ka kaplu shumë këta njerëz toksik që i kemi? Njerëz toksik, unë kisha thonë si sam për ta, dohet me ndal qatë
pasigurin veta. Në momentit që ti je në rregull me veten edhe e don veten, ke më kon rregull me krejt edhe kemi dash krejt. Po mos pari do të nis prej vetës mandej te njerëz të tjerë. Që kam bëllit e gjitha, dashuria është hum, nuk ka dashuri. Se s'ka dashuri shumë, ka shumë interes, ka dashuri materialiste shumë, po shohim. Ka shumë dashuri materialiste. Faktikisht, nuk e kam drejtën me thonë që janë femrat ose meshkujt më shumë se po mdoket mu që qëtash është niveli i njëjtë i interesit, qoftë ka ana monetare ose diçka tjetër, do me thonë shumica e rasteve janë veç për interes. Dashuria ekziston, normal, po janë raste shumë të ralla. Shumica e qifteve po ndahen, do me thonë shumë rrallë një rast që e ndi që janë qësa bashkë edhe janë të lumtur me jetën e vetë hala. Përsa nuk është në dashuri sot në mesin e të rive, nuk kemi dashuri të lumtur shumë, ma shumë kemi dashuri materialiste. Se ka ardhë që kjo më konë toksik. Kur ti je toksik nuk mundesh. Unë thash do është më konë rregull me veten për me dash dikon tjetër. Unë pak vajzat e reja kam dëshirë t'i gacmoj kështu, nëse mund. Si ishte ai mashkull ideal për juve? A vëshkojmë në ideal? Nuk di, nuk e di, nuk e kom njoftu hala veç, as nuk e kom përsynim me njoftu njerë. A, se ki përsynim? Jo. Karjerën njëherë? Po, pa tjetër, karjerën. Për kjo karjera, masane e vinë gjitha këto radhë. Po, pa A është tjetër. obligueshme martesa në rend parë për disa vajza që shohin kur sot? Si tabu ndoshta martesën? Jo, nuk e kisha menduar martesën se send parë, absolutisht. Se faktikisht qëta që po gutën, po përfundojnë këtë. Se hala pa e njoft personin po martohen, andaj kur të martohen ndryshojnë shumë rrethonat. Edhe me njofti 10 vjet, kur të martohesh prapë është ndryshe. Se le mo pe njoft për 2 muaj, po martona nuk e njeh as një 5% ndoshta. Edhe normal që ndohet mo. A që kjo është një i shkaqe që po ndodhin divorcet e shpeshta që nuk njohin mirë çiftet? Unë besoj që po. Njona prej tyne, nuk është vetë kjo, absolutisht, po njona prej tyne që është shumë e rëndësishme është që kjo. Po do në fund, gjitha vajzave që e pamër, një mesazh që kam i shërbim për jetë, çfarë kushe thonë, një këshill? Krejt vajzave ju kisha thonë mos e shihni se synimin e parë me gjetë fatin e jetës edhe më martu, se ki shumë sa në më të rëndësishme me kry një jetë. Për veten, mos pare, ma ndej me gjetë dikon tjetër. Patmatësie, ture ma të mirat, pse jo të ndarëmë ndoshta do të bëjmë kolegë, shihemi. Ndoshta. Presmë ndaj projekt gjigant. Faleminderit shumë. Shumë suksese ty në rrugtimin që ki fillu tash. Kisna.